shpirtërisht. Urdhëron? Gjeni fjalën me njëri tjetrin dhe merrni fatet e atë dhëut tuaj në dorë. Për mendimin tim ata janë thjesht të shkurt njerëz pa timone, pa pusull. Ka midis tyre njerëz të ndershëm që nuk mbajnë përgjegjësi për gjunahet e Partisë Komuniste. Këtë mendim kam edhe unë. Për shembull Orhanaj. Ç'bëhet ai ideal? Nuk e di. Kërkon të mbash konspiracion? Jo, nuk është çështje konspiracioni, po nuk e di. Po ku punon? Ka punuar në shtëpi shkronjë. Kurse tani hedh trakte rrugëve. Mëkat. Një djalë i ri që bëhet rrugëve. Turma amorfe që lufton në emër të komunizmit. Kjo është tragjedia e kombit. Por unë besoj se komunizmi s'është veç se një epidemi që së shpejti do të kalojë. Ja kështu të ka hijet, me njerëz të shquar, me idera fisnike, me punë që kanë kuptim. E që janë ata komunistët e Qemalit para Zotit Bardhi? Një pes me hiq. Si do t'i vinte vallë filli Shqipërisë, si kur të mos kish pasur ca njerëz të tillë larg pamës. Ju jeni mirë velu? Si urdhron? E bëra si ata të policisë fshet, po të prezentohem njerë. Me quaj Qemal Orhanaj. Unë në përmjet shkrimeve. Unë të them që jam një nga lexuesit më të rregullt të shkrimeve tuaja. Aq më mirë atëherë. Edhe unë për punë tërsi e kam ardhur tek ju. Ju shkruani edhe nuk votoni. Kjo nuk është e drejtë, as për ju as për letërsinë. Aq më tepër që jeni një vajzë me idera të përparuara për kohën. Po, ato shkrimet të mia më duken ndonjëherë kaq të varfra sa më të jetë në zjarr. Kurse unë që kam lexuar një do shkrimin tuaj kam mendim të kundërt. A si thoni, do të votoni? Ju faleminderit, do të mundohem. Mirupafshi. Mirupafshi. Njeriu vetëm në shoqëri e gjen veten. Qërërën, Zojushe. Më falni, profesor Filipi, këtu banon? Kishit punëte?